Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani bukë misri, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të bëhet vonë për ju. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrnave. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë me meshkuj të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte të misrit si dhe ushqime të varfra në yndyr, u arritën në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminën B, të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyr. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Ato gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet sepse zorët e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë në konsumin e grurit dhe drithrave të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisështes së bukës rikristalizohen shumë më shpejt në temperaturë të ftohtë dhe bëjnë që buka të bajatet shumë më shpejt. Pastaj bukën e blerë në dyqan duhet ta mbani edhe sa më të freskët, duke mbajtur atë në ambiente të përshtatshme, duke përmirësuar kështu edhe shijen. Vlerat e errta të bukës së misrit për organizmin e njeriut jo të gjithë e dinë. Buka e misrit është krejt e mirë jo vetëm për shijen e lehtë, por ka edhe vlera të panumërta ushqimore mirëbërëse për organizmin e njeriut. Buka e misrit është një thesar sa u përket vlerave të çmuara. Ajo përmban kalcium, hekur, magnez, fosfor, kalium, acid folik, vitaminën A, B6 dhe B12. Buka e misrit ndihmon në mbajtjen e konstante të niveleve të kolesterolit, ndërsa ndihmon gjithashtu në uljen e niveleve të yndyrnave. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave dhe proteinave, duke shërbyer pozitivisht në mirë funksionin e organizmit të njeriut dhe mund të cilësohet gjithashtu si një zgjidhje mjaft e mirë për trupin tuaj. Buka e misrit është një nga ushqimet që sjell organizmit substanca ushqyese të nevojshme si proteina, hidrate edhe yndyrna, mikrosubstanca ushqyese dhe minerale dhe vitamina. Buka e grurit është ajo që konsumohet më së shumti, por kur vjen puna te përfitimet shëndetësore, ka një kategori të njerëzve që do të ishte më mirë të konsumonin sa më shumë bukë misri. Kjo për disa arsye të thjeshta. Misri vazhdon të jetë numër 1 për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ul ndjeshëm grafikun e yndyrës. Misri është një burim i vërtet i proteinës dhe vitaminës, por në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte të misrit si dhe me ushqime të varfra në yndyr, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminën B të domosdoshme për organizmin. Buka e misrit gjithashtu rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili do të ketë sa më pak yndyr dhe vlerat që do t'i ofrojnë trupit do ta bëjnë atë vërtet një zgjidhje të veçantë. Misri, gjatë stinës së verës, mund të ofrojë shumë përfitime, gjithashtu edhe do të ndikojë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj. Misri ka një shumëllojshmëri të gjerë të përfitimeve shëndetësore dhe është një përqindje e thelbësore e kuzhinës të atyre që duhet të konsumojnë ushqime të shëndetshme. Misri është një nga ushqimet i cili ka vlera të larta ushqyese, jo vetëm që siguron kalori që nevojiten në bazën ditore, por edhe metabolizëm të shëndetshëm. Gjithashtu është i pasur me vitaminën A, B, E dhe shumë minerale. Përmbajtja e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të tretjes si kapslëku, hemoroidet, problemet të zorrës. Përmban antioksidant që veprojnë si agent antisëmundje dhe ndihmon në parandalimin e problemeve të Alzheimerit. Ulluntimet tregojnë se misri është një burim shumë i mirë i ushqyesve për shumë njerëz dhe kafsh. Misri përdoret gjithashtu edhe në konsum siç është, ose i përdor në mënyra të ndryshme të tilla si buka e misrit, mielli i misrit që përdoret në gatime të ndryshme. Përveç kësaj, ai ka kalori të ulta që përmban rreth 3.4 gram protein për një pjesë 100 gramshe.
Ai është i pasur me vitamina, minerale dhe një burim shumë i mirë i energjisë. Misri është shumë i dobishëm për shëndetin pasi që përbëhet nga ushqime me kualitet të lartë. Përveç shijes mund të ndihmojë në çdo vakt. Gjithashtu siguron mbrojtje kundër një sër problemesh kronike. Pasi është i pasur me fitokimikate, këto janë në përfitimet më të mira për shëndetin tuaj. Misri përmban minerale që përfiton trupi, fosfor, magnez, mangan, zink, hekur dhe bakër, të cilat gjenden në të gjitha varietetet e misrit. Ai përmban gjurmë të mineraleve të tilla si seleni, të cilat janë të vështira për të gjetur në dietat normale. Fosfori te misri është i nevojshëm për rregullimin e rritjes së shëndetit të kockave dhe funksionin optimal të veshkave. Përveç kësaj, magnezi është shumë i rëndësishëm për mbajtjen e niveleve të shëndetshme të zemrës, në rritjen e dëndësisë minerale të kockave. Misri është një dyqan i vitaminave. Rekomandohet që të fusni misri në programin tuaj ushqyes pasi përmban vitamina të tilla si vitamina B1, B3 dhe vitamina C. Hani misër gjithashtu për një shikim më të fortë. Misri është një element ushqyes shumë i mirë i dietës suaj, sidomos edhe për të marrë vitamina dhe mineralet për të pasur një shikim më të fortë, duke ndikuar kështu pozitivisht edhe në rritjen e performancës më të mirë të syve tuaj. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaktarët kryesorë të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe në verbëri, ndërsa infeksionet dhe mosha e vjetër janë ndërshkaqet kryesore të këtyre problemeve. Karotenoidet siç janë zeakantina dhe luteina, të dy janë antioksidantë të pranishëm të misrit dhe kanë përfitime të konsiderueshme për shëndetin e syve. Kokrat e misrit janë të pasur me vitaminën A, e cila është një vitaminë e rëndësishme në aspektin e shëndetit të syve, dhe karotenoide që zvogëlojnë rrezikun e dëmtimit të shikimit. Misri është një burim shumë i mirë i energjisë. Falë shumave të larta të karbohidrateve që përmban, misri është një burim shumë i mirë i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energji të mjaftueshme për të funksionuar si duhet në trup dhe në mendje. Ai është gjithashtu një burim i rëndësishëm për të ruajtur shëndetin e trurit. Misri është një ushqim nga më të konsumuarit nga atletët pasi jep energji. Misri është i mirë për personat që kanë kolesterol të keq. Sipas Journal of Biochemistry, konsumi i misrit zvogëlon kolesterolin e keq duke frenuar thithjen e kolesterolit në trup. Ky redukton në lipoprotein me dëndësi të ulët, përfshirë kolesterolin, reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri zvogëlon rrezikun e hipertensionit. Misri përmban element fenolik që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitaminën B, e cila është dobishme për funksionin optimal të gjendrës së veshkave. Lëkurë dhe flokë të shëndetshëm. Misri përmban vitaminën A dhe beta-karoten që janë të dobishëm për shëndetin e lëkurës dhe të flokëve tuaj. Ajo gjithashtu mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina C, një nga vitaminat më të rëndësishme për shëndetin e lëkurës, gjithashtu e mban lëkurën të shëndetshme. Është e dobishme për shëndetin e flokëve dhe për shkak të omegës 3 dhe omegës 6 që përmban acidet yndyrore. Misri ndihmon në parandalimin e radikaleve të lira dhe ofron lëndë ushqyese për zemrën e shëndetshme. Sipas ulëntimeve të Medical News, vaji i misrit ka efekte të mira në uljen e niveleve të problemeve të zemrës, por kjo nuk do të thotë ta teproni me të. Misri është një nga lëndët ushqyese më të përdorura në dietë, pasi plotëson 19% të fibrave të kërkuara për trupin. Gjithashtu ul nivelin e kolesterolit të lartë dhe zvogëlimit të problemeve të zorrës së trashë, për shkak të përmbajtjeve të efekteve të tij. Një dietë e pasur me fibra është e mirë për së pari për shëndetin tuaj tretës. Konsumi i ushqimeve me fibër ju mban të plot për një kohë më të gjatë, rregullon tretjen dhe rrit shëndetin tuaj të zorrës së trashë. Dhe konsumi i ushqimeve të tilla është një mundësi shumë e mirë ushqyese për trupin e njeriut. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e misrit në dietën tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.